Dhe duhet them në fund të gjitha tyre që thoshin pse Edi Rama mbledh gratë. Shikojeni se sa shumë burra kanë ardhur tani mbasi u mblodhën gratë. Shumë faleminderit, edhe ftoj këtu edhe skuadrën tonë, komisaren e Qarkut Fierit, Petritin që nga studimet e nga punët për te i kufive në lloj vëndesh e nga kontributet për institucionet ndërkombëtare e kemi sjellë tani këtu në Lushe dhe në Divjak që të marri atë që duhet për të qenë jo vetëm një teknik i mirë, por për të qenë edhe një përfaqësues i denj. Dhe bashkë me Kiduinën, vajzën e Lushjes, që është qeshur gjithmonë e me të gjithë djemt, me anën pa tjetër po ashtu deputetën e Divjakës, dhe atyre që thonë nuk e votoj dot Partinë Socialiste, mor vlla, nuk e votoj dot, i the, po mirë, mos e votoj Partinë Socialiste. Mos shko aty te kultia madhe në qoftë se të bën efektin e asaj robës kuqe mbi sytë e demit. Zbrit më poshtë dhe merr një nga ato kutit më të vogla dhe zgjidh njërin nga ata që janë në skuadër. E do vajzë, e do grua, e do burr, e do djalë, e do nga Lushja, e do nga Divjaka. Të tëra zgjedhjet janë në këtë skuadër. Prandaj mos ngurro. Merre votën, hidhe drejt. Mos u hidh bashkë me votën në kënet. Shumë faleminderit.